Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndiej në ajër, Edi dhe Bia më në fund dhe thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta